Luftrat e përshkruara në Kuran dhe luftrat e sotme, çfarë ka ndryshuar? Lufta nuk është fenomen modern. Ajo shfaqet në histori, në libra, në kujtesën kolektive të njerëzimit. Edhe në Kuran përmenden luftra, por mënyra si përshkruhen është ndryshe nga ajo që shohim sot. Në Kuran lufta nuk paraqitet si qëllim. Ajo paraqitet si mjet i fundit. Luftimi lejohet vetëm në kushte të caktuara, por vetëm mbrojtje, kundër shtypjes, kur ndalohet ushtrimi i besimit, kur shkelet dinjiteti njerëzor. Lufta nuk është e dëshirueshme, është e kufizuar dhe e kushtëzuar. Madje nëse pala tjetër anon drejt paqes, paqja duhet pranuar. Kufizimet morale në luftë, një element që shpesh anashkalohet. Në traditën islame edhe gjatë luftës ekzistojnë kufi moral. Nuk lejohet vrasja e civilëve, dëmtimi i grave dhe fëmijëve, shkatërimi i tokës dhe i natyrës, dhuna e panevojshme. Lufta nuk justifikon gjithçka. Edhe në konflikt ekzistojnë përgjegjësi morale. Luftrat e sotme çfarë shohin? Sot luftrat nuk janë më përballje direkte mes kushtrive të vogla. Ato janë teknologjike, masive, shpesh pa dallim mes luftëtarit dhe civilit. Bombardime nga larg, dron, sanksione që prekin civilët. Në shumë raste, lufta shndrohet në industri, interesa ekonomike, territor, burime, dhe shpesh civilët paguajnë çmimin më të lartë. Çfarë ka ndryshuar realisht? Teknologjia ka ndryshuar, fuqia shkatruese ka ndryshuar, por pyetja është, a ka ndryshuar njeriu? Kurani flet për konflikt si pasojë e padrejtësisë, arrogancës dhe etjes për pushtet, dhe këto arsye ende ekzistojnë. Kurani nuk e romantizon luftën, ai e pranon realitetin e saj, por e kufizon, e rregullon dhe e vendos nën përgjegjësi morale. Mesazhi nuk është luftoni sa herë të mundeni, por mos e tejkaloni kufirin. Në një botë ku kufit moral shpesh zhduken në emër të interesit, ky mesazh mbetet aktual. Nëse lufta është e pashmangshme, a mund të jetë ende njerëzore? Nëse teknologjia na jep më shumë fuqi, a na jep edhe më shumë përgjegjësi? Ndoshta pyetja nuk është pse ka luftra, por si i kufizojmë ato. Luftrat e përmendura në Kuran na flasin për kufi. Luftrat e sotme na tregojnë çfarë ndodh kur kufit humbasin. Historia ndryshon, armët ndryshojnë, por pyetja morale mbetet e njëjtë.